nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri shqiptar Edi Rama zhvilloi një vizitë zyrtare tretitore në Izrael, ku u prit nga homologu i tij Benjamin Netanyahu. Mes së dy liderëve u zhvillua një takim kok më kok dhe më pas u dhanë deklaratat për mediat për thedhimin e marrëdhënieve bilaterale. Netanyahu vlerësoi rolin historik të Shqipërisë në mbrojtjen e hebrejve gjatë Holokaustit dhe theksoi mundësitë ekonomike dhe turistike që po rriten mes dy vendeve. Kryeministri shqiptar Edi Rama zhvilloi një vizitë zyrtare tretitore në Izrael, ku u prit nga homologu i tij Benjamin Netanyahu. Vizita zyrtare e kryeministrit Edi Rama në Izrael u fokusua në forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe në promovimin e bashkëpunimit ekonomik dhe turistik. Në pritjen e zhvilluar nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, u zhvillua një takim kok më kok, ku u diskutuan mbi marrëdhënie dypalshe dhe mundësitë e reja për investime dhe turizëm. Netanyahu vlerësoi thellësisht rolin e Shqipërisë gjatë periudhës më të errët të historisë, duke përmendur mbrojtjen e hebrejve gjatë Holokaustit. Kryeministri Edi Rama është një mik i madh i Izraelit dhe popullit hebre, po kështu mund të themi dhe një mik i madh i imi. Ai përfaqëson shpirtin e vërtetë të Shqipërisë. Njerëzit duhet të njohin rolin që luajti Shqipëria në ditët më të errëta të njerëzimit. Ju qëndruat në krahët e Izraelit kur u sulmuan prej barbarëve. Ne vlerësojmë këtë thellësisht. Ne po ndërtojmë marrëdhënie të shkëlqyera mes Shqipërisë dhe Izraelit. Numri i turistëve izraelit që kanë shkuar në Shqipëri është rritur në 800%, ndoshta 1000, dhe kjo do të rritet edhe më tej. Trashëgimia historike e Shqipërisë në mbrojtjen e hebrejve gjatë Holokaustit e bën këtë lidhje thellësisht të veçantë, një dëshmi që kurrë nuk do ta harrojmë dhe duhet ta trashëgojmë brez pas brezi. Krahti, kreu i qeverisë izraelite, Benjamin Netanyahu, vuri theksin tek marrëdhëniet e mira mes dy vendeve. Ju qëndroni me kurajo kundër atyre që duan të shprapsin. Ju qëndroni krah së vërtetës. Ju qëndruat krah Izraelit kur u sulmuam nga barbarët. Busulla juaj morale nuk u lëkund dhe kjo është diçka që ne vlerësojmë thellësisht dhe që ju shënjon si një udhëheqës të jashtëzakonshëm të popullit tuaj. Rama përmendi gjithashtu tmerrin e sulmeve të 7 tetorit dhe nënvizoi rëndësinë e mbështetjes së Shqipërisë në përpjekjet ndërkombëtare për paqe dhe stabilitet në rajon. Vizita në Arenën Nova dje ishte trazuese. Pata një ndjesi lehtësimi moral kundrejt shpirtrave të tij, vend të dhimbshëm, duke i ditur që silam kurrë në balë, qëndruam krah pengjeve, të cilët kanë si dhimbje jo vetëm për izraelitët, por edhe për motrat dhe vëllezërit tanë palestinezë. Diçka e paparë dhe e padëgjuar në historinë e barbarive. Shqipëria është e nderuar që bëhet pjesë e bordit të paqes dhe e shok të ftesë, jo vetëm si një njohje, por edhe përgjegjësi morale, që do t'i mbështesim përpjekjet për fshi planin e paqes të Trumpit dhe do të ruajmë rolin ton brenda forcës ndërkombëtare për stabilizimin e Gazës. Ministria e Financave dhe Bujqësisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve ka prezantuar rezultatin e planit sektorial për formalizimin e punësimit dhe deklarimin e saktë të pagave në sektorin e ndërtimit. Ministri Petrit Malaj njoftoi se plani ka sjellë rritje të ndërgjegjësimit të biznesmenëve për përmbushjen e detyrimeve ndaj tatimeve dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore. Ministria e Financave dhe Bujqësisë së bashku me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve ka publikuar rezultatet e planit sektorial të zbatuar në ndërtim, me fokus kryesor formalizimi i punësimit dhe deklarimet korrekt të pagave. Sipas ministrit Petrit Malaj, implementimi i këtij plani ka arritur ndërgjegjësimin e bizneseve për detyrimet e tyre fiskale dhe për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore, duke shënuar një progres në luftën kundër informalitetit në këtë sektor. Për rreth 118.000 të punësuar, të cilët janë të punësuar në sektorin e ndërtimit. Në muajin dhjetor 2025 kemi patur një rritje të fondit të pagave me 9% krahasuar me muajin shtator 2025, duke arritur në rreth 78 milion euro. Po kështu, edhe të ardhurat nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, në muajin dhjetor 2025 u rritën me rreth 4% krahasuar me muajin shtator 2025. Nga ana tjetër kemi pasur edhe një reflektim pozitiv për sa i përket uljes së numrit të punonjësve, të cilët paguan midis fashës 400 edhe 500 euro. Ulja e këtij numri ka qenë modeste, 7%, që është një sinjal pozitiv, por jo i mjaftueshëm.
Drejtoria e përgjithshme e tatimeve njoftoi se plani nuk do të kufizohet vetëm në ndërtim, por do të shtrihet edhe në sektor të tjerë që konsiderohen me risk të lartë për informalitet, duke përfshirë industrinë ushqimore dhe aktivitetet e tjera të biznesit që shpesh evitojnë detyrimet tatimore. Ti online është një sektor tjetër që neve po përgatisim plane për të adresuar gjatë këtij viti. Janë duke mbledhur të dhëna qoftë nga bankat për pagesat që bëhen nga platformat digjitale, por edhe për tregtinë online dhe do adresohen nga drejtoritë tona specifike. Ndërsa të pyetur për rivlerësimin, vetë ministri Malaj bëri të ditur se ky proces do të nisë në gjysmën e parë të shkurtit. Drejtoria Qendrore e Agjencisë së Kadastrave ka vendosur transferimin e zyrave të kadastrës së Vlorës në selin qendrore në Tiranë për shkak të problematikave të vazhdueshme në drejtimin e degës lokale. Vendimi u firmos në 23 janar nga Drejtoria e Përgjithshme Lorena Gozobelli, duke dhënë udhëzimin që zhvendosja e dokumentacionit zyrtar të përfundojë brenda këtij muaji. Zyrat e kadastrës së Vlorës do të zhvendosen drejt selisë qendrore të agjencisë në Tiranë, në rrugën Jordan Nisja, pas problematikave të shumta në funksionimin e degës lokale. Vendimi është marrë nga Drejtoria e Qendrës së Agjencisë së Kadastrës dhe është firmosur me 23 janar nga Drejtoria e Përgjithshme Lorena Gozobelli. Sipas udhëzimit zyrtar, zhvendosja e dokumentacionit dhe e zyrave duhet të përfundojë brenda këtij muaji. Problematikat e kadastrës së Vlorës nuk janë të reja. Gjatë viteve të fundit, dega lokale ka pasur mbi 10 drejtorë që kanë qëndruar në detyrë për periudha të shkurtra dhe më pas janë ndorhequr, duke lënë pas vështirësi në menaxhimin e provave dhe dokumentacionit. Procesi i transferimit ka për qëllim të rrisë efikasitetin, të minimizojë vonesat administrative dhe të zgjidhë konfliktet e përhershme për pronat. Ky lloj transferimi nuk është i pari. Një vendim i ngjashëm kishte ndodhur në vitin 2021 kur zyrat e kadastrës së Durrësit u zhvendosën në Tiranë për shkak të proceseve të zgjatura dhe burokracive të shtuara që kishin lindur nga konfliktet për pronën. Ekspertët e administratës presin që zhvendosja zyrtare të Vlorës të sjellë një përmirësim të dukshëm në menaxhimin e dokumentacionit dhe të shërbimeve ndaj qytetarëve. Gjykata kushtetuese ka vendosur të kalojë për shqyrtim në seancën plenare ankimimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj kundër masës së sigurisë arrest me burg. Veliaj kërkon rrëzimin e vendimit të gjykatës së posaçme që e kishte vendosur në pranga në shkurt të vitit kaluar për akuza korrupsione. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka paraqitur ankimim në gjykatën kushtetuese kundër vendimit të gjykatës së posaçme për arrest me burg. Ky vendim është marrë në shkurt të vitit kaluar në kuadër të hetimeve të SPAK për akuzat e korrupsionit dhe veprimeve të tjera të dyshuara penale. Në ankim, Veliaj kërkon rrëzimin e masës së sigurisë duke argumentuar për shkelje procedurale dhe duke kërkuar që të lejohet liria e tij deri në përfundim të procesit gjyqësor. Hetimet e SPAK-ut kanë përfunduar dhe dosja tashmë ndodhet në gjykatë ku Veliaj përballet me 13 akuza të ndara. Më specifikisht, ai akuzohet për korrupsion në 9 raste, pastrim parash, fshehje pasurisë dhe futje e sendeve të palishme në qeli. Çështja ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik dhe pritet që shqyrtimi i kushtetueses të vendosë mbi një prej çështjeve më të ndjeshme të politikës dhe administratës së kryeqytetit. Gjykata kushtetuese ka paralajmëruar se seanca plenare do të jetë vendimtare për të përcaktuar nëse vendimi i gjykatës së posaçme për arrest me burg do të mbetet në fuqi apo do të rrëzohet duke lejuar lirinë e kryebashkiakut deri në një vendim përfundimtar të gjykatës. Prokuroria e Korçës ka përfunduar hetimin dhe ka dërguar për gjykim 31 vjeçarin Ilirian Selmani akuzuar për vrasjen e partneres së tij në Pogradec. Ngjarja e rëndë ndodhi në 28 korrik 2025, ndërsa sipas akuzës autori tentoi të fshehë krimin duke i vënë flakën banesës. Selmani do të gjykohet për veprën penale të vrasjes në rrethana cilësuese. Hetimet e prokurorisë së Korçës kanë çuar në mbylljen e dosjes penale dhe dërgimin për gjykim të Ilirian Selmanit, 31 vjeç, për vrasjen e 52 vjeçares Kozeta Teço, në të cilën kishte një lidhje disa vjeçare. Ngjarja ndodhi në banesën e viktimës në lagjen numër 1 të qytetit të Pogradecit, ku autoritetet konstatuan shenja dhune gjatë ngqyrjes së vendit të ngjarjes. Sipas organit të akuzës, gjatë kontrolleve në ambientet e banesës janë sekuestruar prova materiale që lidhen me krimin, përfshirë mjete të mpreta të gjetura të fshehura në tualet.
Ekspertiza mjekoligjore ka përcaktuar se vdekja e viktimës erdhi si pasojë e dëmtimeve të shkaktuara nga mjete prerëse, ndërsa raporti përfundimtar ka konfirmuar shkakun fatal të ndodhisë. Nga hetimet rezulton se marrëdhënia mes autorit dhe viktimës kishte zgjatur më shumë se 3 vite dhe se Selmani frekuentonte rregullisht banesën e saj. Po ashtu, sipas prokurisë, në orët e para të mëngjesit pas krimit, autori ka hedhur sendet e përdorura në koshat e mbeturinave në përpjekje për të humbur gjurmët. Hetimi ka evidentuar gjithashtu prova të tjera materiale që lidhen drejt për drejt me 31 vjeçarin me ngjarjen. Me përfundimin e fazës hetimore, çështja tashmë i kalon gjykatës, e cila do të shqyrtojë përgjegjësitë penale për të pandehurin për një nga ngjarjet më të rënda të regjistruara në zonë gjatë vitit të kaluar. Hetimet për vrasjen e 49 vjeçarit Jani Aliaj në burgun e sigurisë së lartë kanë marrë një drejtim të ri. Autoritetet greke dyshohet se autori i krimit mund të jetë një dënuar me burgim të përjetshëm i cili ndodhej në të njëjtin sektor me viktimën. Versioni fillestar i ngjarjes po rishikohet ndërsa hetimet janë thelluar. Ngjarja e rëndë ndodhur brenda burgut të sigurisë së lartë në Greqi po hetohet sërish nga autoritetet greke pas daljes në pa të elementeve të rinj që vënë në dyshim skenarin fillestar të krimit. Fillimisht, përgjegjësia për vrasjen e Jani Aliajt u mor përsipër nga një i burgosur grek, i cili u veturzua duke deklaruar se ishte autori. Megjithatë, nga verifikimet e kryera, rezulton se në trupin e tij nuk janë konstatuar shenja përleshjeje, ndërsa i vetmi person i plagosur gjatë incidentit ishte një tjetër i dënuar, Giuliano Halili, 44 vjeç, shtetas shqiptar, i cili vuante nga dënimi në të njëjtin sektor dhe në qeli pranë viktimës. Ky fakt ka ngritur dyshime të forta për përfshirjen e tij direkte në krim. Burimet hetimore bëjnë me dije se edhe brenda ambientit të burgut që në orët e para pas ngjarjes është përfolur se Halili mund të jetë autori i vërtet, ndërsa i burgosur i grek dyshohet se është detyruar ose stimuluar për të marrë mbi vete fajin. Këto informacione kanë shtyrë policinë greke të thellojnë hetimin dhe të rishikojnë dëshmitë dhe provat e mbledhura. Ndërkohë, viktima Jani Aliaj ishte përmendur ndër vite në disa dosje hetimore si personi dyshuar në lidhje me përplasje në botën e krimit në Greqi, ndonse këto dyshime nuk u konfirmuan asnjëherë zyrtarisht. Nga ana tjetër, Giuliano Halili, i njohur edhe me Nov Koniko, konsiderohet nga autoritetet si një prej personazheve më të rrezikshëm të krimit organizuar në vend. Ai është dënuar me burgim të përjetshëm për disa vrasje të kryera me pagesë, ndërsa emri i tij lidhet me ngjarje të rënda kriminale dhe brenda ambienteve të burgut. Vetëm pak muaj më parë, në qershor të vitit 2024, ai dyshohet se ishte i përfshirë në një tjetër vrasje brenda të njëjtit institucion, ku mbeti i vrarë një i dënuar dhe u plagos një tjetër. Autoritetet greke vjojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e vrasjes së Jani Aliajt dhe për të përcaktuar përfundimisht autorin e krimit. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur paraditën e së hënës në Durrës, ku një burr ka plagosur me thik vajzën e tij 24 vjeçare dhe një kalimtar që ndërhyri për të ndalur konfliktin. Autori i identifikuar si Mikel Ndoj, 56 vjeç, është larguar dhe aktualisht është në kërkim nga policia. Viktimat janë transportuar me urgjencë në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur paraditën e së hënës në Durrës, ku një burr ka plagosur me thik vajzën e tij 24 vjeçare. Ngjarja e rëndë u regjistruar rreth orës së 10 në një zonë të Durrësit, ku 56 vjeçari Mikel Ndoj sulmoi vajzën e tij Jessica Ndoj duke plagosur me thik. Një i ri, Ornard Memlika, i cili ndërhyri për të ndaluar sulmin, u plagos gjithashtu, duke u shndruar në viktimën e rastësishme të këtij konflikti familjar. Sipas burimeve të policisë, konflikti dyshohet se ka lindur nga mospranimi i autorit në familje, Mikel Ndoj. Ky i fundit kishte kaluar disa vite në burg në Itali dhe ishte kthyer së fundi në Shqipëri duke kërkuar ribashkim me familjen. Refuzimi i vajzës ka çuar në përshkallëzim të situatës, që kulmoi me sulm fizik në rrugë pranë vendit të punës së Jessicas. Viktima u dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Durrësit, ku mjekët konfirmuan se ndodhet jashtë rrezikut për jetën, duke lehtësuar shqetësimet e banorëve për pasojat fatale. Policia ka nisur një operacion të gjerë për kapjen e autorit, duke kontrolluar zonat përreth dhe duke mbledhur dëshmi nga banorët dhe punonjës të bizneseve përreth ngjarjes. Grupi hetimor po punon intensivisht për të zbardhur rrethanat e ngjarjes dhe motivet e plota që çuan në këtë incident, ndërsa komuniteti lokal është tronditur nga kjo ngjarje dhe kërkon përgjegjësi për autorin e sulmit. Aratia e Bujar Sefës, i njohur edhe si Bujar Xhaka, ka përfunduar pas arrestimit të tij në Dubai. Ai ishte i shpallur në kërkim nga SPAK për trafikun e 2.4 ton lëndë narkotike drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Autoritetet shqiptare po punojnë me homologët në Emiratet e Bashkuara për ekstradimin e tij drejt vendit.
Bujar Sefa, 39 vjeçari i njohur për botën e krimit si Bujar Zaka, u arrestua në Dubai duke dhënë fund një prej arrative më të gjata të një drejtuesi të një grupi kriminal shqiptar. Sefa ishte shpadur në kërkim nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për akuzat të trafikut të 2.4 ton kokainë drejt vendeve të Bashkimit Evropian, si dhe për vepra penale të kultivimit, prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, drejtimit të një grupi të strukturuar kriminal dhe mbajtjes pa leje të armëve dhe municioneve. Sipas hetimeve të SPAK, 39 vjeçari ka kontrolluar prodhimin dhe transportin e lëndëve narkotike për një periudhë të gjatë, duke e bërë grupin në Raja një nga rrjetet më aktive kriminale në vend. Më parë, Sefa kishte shpëtuar arrestimit gjatë një operacioni në fshatin Noj, ku policia kishte sekuestruar 145 kg hashash dhe municion luftarak, duke dëshmuar rrezikshmërinë dhe ndikimin e tij në trafikun e drogës. Autoritetet shqiptare po bashkëpunojnë më ngushtë me homologët në Emiratet e Bashkuara për të siguruar ekstradimin e tij drejt vendit. Gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg dhe hetimet vazhdojnë për të dokumentuar të gjitha aktivitetin kriminal të kryer nga Sefa dhe grupi i tij. Bujar Sefa rezulton gjithashtu një emër i njohur për autoritetet italiane, ku ka vijuar dënimin me 8 vite 7 muaj burg, ndërsa pasuritë e tij me vlerë deri në 346.000 euro janë konfiskuar si pjesë e hetimeve ndërkombëtare. Arrestimi i tij shënon një goditje të rëndësishme për trafikun ndërkombëtar të drogës dhe aktivitetet e grupeve kriminale shqiptare. Kultivimi i kanabisit në ambiente të mbyllura përshëndrohet në një fenomen shqetësues në veri të vendit. Vetëm gjatë ditët të fundit 10 raste janë goditur në Shkodër, Malësi të Madhe dhe në Vaun e Dejës, duke treguar një model të ri të kriminalitetit të organizuar. Rasti më i fundit i zbuluar në Malësinë e Madhe, policia çmontoi 3 ambiente të përshtatshme posaçërisht për këtë veprimtari të palishme. Autoritetet policore po përballen me një rritje të ndjeshme të rasteve të kultivimit të kanabisit në ambiente të mbyllura në veri të Shqipërisë. Brenda më pak se një viti janë evidentuar plot 13 banesa, stalla apo objekte të përshtatura për prodhimin e lëndëve narkotike, duke treguar se kjo veprimtari nuk është më sporadike, por një skemë e mirë organizuar kriminale. Goditja më e fundit është realizuar në Malësinë e Madhe, ku policia ka finalizuar operacionin e koduar Neonët 8. Në fshatin Boriç i Madh u zbuluan 3 ambiente të përshtatura për kultivimin dhe tharjen e bimeve narkotike, konkretisht një banesë dhe 2 stalla të pajisura me ndritshim artificial, aspirator dhe filtra ajri për kontrollin e kushteve të rritjes. Gjatë operacionit u arrestua një 35 vjeçar, ndërsa të tjerë persona u shpallën në kërkim të 2 të dyshuar si organizator të aktivitetit kriminal. Policia sekuestroi 771 bim të dyshuara kanabis, mbi 6 kg material bimor të përpunuar, si dhe qendra pajisje elektrike për shërbimin e kultivimin intensiv për në ambiente të mbyllura. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu një element shqetësues për fshirjen e punojësve të OSHE-s në këtë skemë. 4 punonjës janë ndaluar dhe një tjetër është proceduar penalisht, pasi dyshohet se kanë siguruar furnizimin e palishëm dhe energji elektrike për ambientet e kultivimit, duke bërë më të lehtë funksionimi dhe aktivitetit kriminal. Autoritetet e rendit theksojnë se hetimet vijojnë për të identifikuar persona të tjerë që përfshin, ndërsa paralemrojnë se kontrollet do të intensifikohen për të frenuar përhapjen e këtij modeli të ri të kultivimit të drogës në veri të vendit. Të nderuar teleshikues, do të njemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 27 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në zonat perëndimore, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta në pjesën më të madhe të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell në shumë qytete të vendit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 27 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 27 janar do të jetë rreth orës 6:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:56 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 6 deri në 12 gradë Celsius. Kukës 3 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 7 gradë Celsius.
Tiranë, 7 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 7 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 6 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan, 6 deri në 12 gradë Celsius. Berat, 6 deri në 11 gradë Celsius. Korçë, 0 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë, 7 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 27 janar 2026 do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme me vranësira të lehta dhe intervale kthjellimesh. Paraditja do të jetë e ftohtë me kthjellime në disa zona, ndërsa pasditja vijon me vranësira të pakta në pjesën më të madhe të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 27 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 27 janar do të jetë rreth orës 6:48 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:47 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 0 deri në 8 gradë Celsius. Podujev, -1 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 9 gradë Celsius. Pej, 0 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë, 1 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov, 2 deri në 11 gradë Celsius. Malishev, 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan, -1 deri në 8 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 7 gradë Celsius. Suharek, 2 deri në 10 gradë Celsius. Prizren, 0 deri në 9 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita, bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.